Jam me Rezart Kthupin. Kthupin, mirë se erdhe. Faleminderit. Ditë më e qetë sot me gjyqjet, ka zënë belaja me gjyqjet tuaja. Ditë pa gjyqje, përgjithsisht sot. Rregull. Romeo Kara, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Faleminderit që me mua. Kthupin, do nis për një interpretim dhe mënyrë se si e ke parë prezencën e Meksi dje për afër 6 orë në SPAK. Nuk dua të bëj naiven dhe them që erdhi si rufe në qiell të hapur, sepse ne pa diskutim që në një val deklaratash dhe denoncimesh në kuadër të atyre se çfarë ka ndalë publike nga dosja Akshi. Por e nis me ty për ta kuptuar si avokat, si jurist, se si e shikon pikërisht këtë moment, sa i shërben dosjes Akshi, si e ke parë? Zoti Meksi ka bërë në 10 ditët e fundit një pafundësi me deklaratash publike, në qëndrime publike, informacione, interpretime. Dhe në këtë pikë është detyrë e organit procedurës në rastin konkret prokurorisë ta thrasë dhe këto interpretime t'i kthejë në një formë juridike të pranueshme për gjykatën, që do të thotë këto që janë deklarata publike, marrë t'i kthejë një deklarim përpara organit prokurorisë. Që nga aspekti juridik, jemi në kushtet e një deklarimi publik që kthehet një deklarim përpara prokurorisë dhe merr formën ligjore që kërkohet. Mund të ishte përdorur edhe deklarim publik, por për efekt ligjor është më e mirë një deklaratë që lëshohet para organit hetimor. Aty ka dhënë, besoj, i është përgjigjur pyetjeve të prokurorisë, ka dhënë shpjegimet e veta, informacionet që ai mund të ketë pasur ose interpretimet që ai mund të bëjë informacioneve që janë publike. Në këtë rast është thjesht një rregullim ligjor i një deklarimi publik për t'i dhënë një formë të caktuar që është më e përdorshme nga organi i prokurorisë. Po. Unë e kam parë si një zhvillim të ri, por ka një lajm dje. Për shumë tjerë nuk u vure si lajm. Lajmi është që çështja ka kaluar nga Prokuroria e Tiranës, ka kaluar në SPAK. Kërcënimeve, po të thosh, apo jo? Jo, ata kanë vënë se SPAK-u merr me krimin organizuar dhe korrupsionin. Pra, ata kanë parë nga deklarimet edhe si duket nga prokurorit do kanë bashkëpunuar, pres si Prokuroria e Tiranës shpalli mos kompetencën për diçka atje, dhe kanë parë që nuk është më një puzzle i veçantë këtu, kërcënimi këtu afër territorit të Mecenas, Tritoli diku afër Porcelanit e tjerë, pa kam parë që është një tablo e tërë. Ka një prapasken, që është më organizuar, më e lidhur sa duhet, edhe që ka dhe mesazhe, po dhe qëllime tjera, ku mund të jetë edhe korrupsioni, por besoj dhe deklaratat që janë në lidhje me Akshin, me KPP-n, me DSI-n e tjerë, kanë bërë që organi i akuzës, speciali akuzës, që është SPAK-u, të ketë një vëmendje të shtuar, edhe tani aty kemi deklarime. Pra deklarimet janë, unë kam qenë disa herë në këtë pozicion, janë të hollësishme. Besoj një pjesë e tyre duhet të mos përmenden më në media, pak në detaje për të ruajtur sekretin hetimor, por mendoj që procesi ka shkuar tani, ka marrë një vëmendje serioze dhe besoj që do të vlej pozitivisht si për zbartjen e së vërtetës, ashtu edhe për sigurinë e vet Meksit si person, që është edhe një drejtues i një mediave të madhe, por edhe biznesmen. Në një moment caktuar, unë nuk pash që kërcënimet ka shi se kërcënojnë edhe ju si staf, kur ju vinë këtu këtë dera e punës dhe më të. Jo, farës. Tani mund të jetë, por nuk ndikon të puna jonë, kjo, ta këta the me siguri. Nuk ndikon të puna jonë. Tani, a është një akt për të dënuar pa diskutim që po? A jemi friksuar pa diskutim që jo? Këtë duhet ta them. Tani, por mendoj që duhet kishe një solidaritet. Që unë për e shoh që kohët e fundit nuk përgziston. Çfarë mban një shoqëri, morali i shoqërisë? Solidariteti. Ata që janë përballë të mirës, nuk ka nevojë për solidaritet. Ata funksionojnë mbas pazarit. Kurse njerëzit që përballen, pra një media, do një solidaritet. Jo vetëm nga ata që janë të medias, që janë gazetarë, po dhe nga gjithë populli. Se në fundit jenë një raport të vështirë me të vërtetën këto momentet që
janë shumë vështira dhe për historinë e Shqipërisë, nuk është kaq e thjeshtë. Ka një taks, ka një kosto jo të vogël, thënë e të vërtetës. Dhe për një kohë jo të shkurtër, ka rreth 4 muaj më tepër, që është goditur me fakte dhe prova një nga aferat më të mëdha në Shqipëri. S'ka nevojë të goditemi se janë aty. Dosja ka dalë, është bërë publike. Po dakord, nëse puna jonë quhet goditje, unë këtu s'bie dakord. Unë po them është, po mi ti po interpreton si shpreh, unë po them me fakte dhe prova, kjo aferë është zbërthyer. Si pëlqen, pra palës tjetër të thuash, por që ka... Më thuaj, kush nga televizionet e tjera e ka marrë kaq seriozisht. Për ne nuk po themi që është shkelur etika, por këtu tani u zgjua vëmendja, duhet të ishte zgjuar mbasi më përpara. Dikur me një artikull gazete, zgjohej vëmendja e shumë organeve. Kuptova. Edhe unë mendoj që këtë moment, që është marrë seriozisht, si qytetar qetësohem, them, edhe jeta ti mund të jetë jo më në atë rrezik që mund të ishte, se unë e kam parë jetën t'i rrezik, nuk po plas shumë. Pra, është një vëmendje shtuar. Tani, cilat do të jenë masat e tjera, se ky person nuk është thjesht që po e denoncon publikisht ose televizionit i tij. Po tashmë ky person është vetë atje në pozicionin e deklaruesit. Qartë. Dhe besoj që deklarimet kur vinë, ata kanë marrë si person dieni, po do të krijojnë atë lidhje logjike që ka procedura dhe me kallëzimet që ky person ka bërë në prokurorinë e Tiranës. Direksioni i përgjithshëm. Pra, pa u ndruar stafi detues i policisë, ne kemi parë një qëndrim jo normal, jo etik, bile edhe as logjik, jo, as dashamirës jo nga policia, të cilët përdorën mesazhe të caktuara edhe për ta vënë lojë të situatë, për ta injoruar të situatë, bile edhe për ta qeshur, domethënë, edhe për ta tallur deri diku. Po jo, situata shumë serioze, domethënë. Dhe fakti që organi i akuzës Spaku ka ndërhyrë vetë, tregon një përgjegjësi. That një element që dua ta rikthej pas kalë temat e tjera. Mund kishte është detyra e Spakut, that një, that tjetrën që mund të ishin marrë ato daljet mediatike të zotit Meksi dhe të ishin përdorur, por është thjerrur. Prisja, tha Meksi se kisha sot. Që është normal. Po, që është normal. Se dhe ne që jemi gazetar, logjika na i pranon vetëm si nga puna pa patur ndoshta pra dijenit me filtra juridike, ndryshe nga ju që keni pra tjera pritshmëri dhe lexim, nga praktika. Ideja është tani mos fakti që këtu hyn në lojë, ose mos fakti që ne kemi patur kërcënimet, një pas njësh vetritol, GPS, njerëz që vinë me maska, me shkopa bejsbolli, ka bërë që Meksi të jetë atje dhe të thellohen ose për çfarë arsye? E para punës kemi një mungesë në rastin që nuk e dim çfarë është diskutuar brenda. Jo, dhe Meksi nuk i thot këto. Dhe nuk mund ta thotë sepse është pjesë e hetimit. Unë e pyeta sigurisht. Jo. Do të thotë është normale që mos tregohet sepse është pjesë e procedimit hetimor dhe nuk mund dalë si informacion jashtë. Okej. Fakti që marrja pyetjet këtu po spekulojmë. Po spekulojmë mbi faktet që dim. Do të dim që për një periudhë gjatë kohë është ka pas deklarata publike në raport me çështjen e Akshit, dhe me problematikën që lidhet me Akshin vetvete, jo vetëm me çështjen penale, po dhe me fakte të rrethana të tjera që kanë lidhje me mënyrën si funksionon. Me zinxhirin, një gjithë zinxhir ndoshta po. Okej. Dim që ka disa akte dhune ndaj individit dhe bizneseve të individit. Ndaj zotit Meksi dhe ndaj bizneseve të zotit Meksi. Dhe e fundit fare dim që prokuroria e përgjithshme ka zhvilluar një proces marrjesh në pyetje ose kërkese për informacion që ka zgjatur 5 orë. Në 5 orë, sado që ti të përpiqesh shterosh vetëm një temë, nuk mendoj që është vetëm ky objekti. Mendoj që temat janë të ndërlidhura me njëra tjetrën. Dhe në këto tema ajo që ka bërë prokuroria ka përpjekur të marrë informacione më të madh të mundshëm në raport me çka ka dieni zoti Meksi. Dhe në këtë pikë nuk do habitesha për të shkuar në të njëjtën logjikë që thot Romeo, që të bashkohen, të thithen procedimet penale. Dhe ato që janë procedime penale që sot ndodhen në prokurorinë e zakonshme, të thithen nga Spaku dhe të vinë në Spak duke i bashkuar çështje. Jo bashkuar çështje, po duke i ndërlidhur çështje, duke parë si një tër. Duke parë si një tër. Dhe kjo do të ishte gjëja më normale, po kjo varet shumë nga çfarë është diskutuar dje, cilën ne nuk e dim. Logjika formale të bën të mendosh që, do të thënë, informacioni që është marrë jo vetëm për mënyrën si funksionon Akshi, por edhe me këto segmentet jashtë Akshit që përpiqen të bëjnë presion. Dhe gjitha këto bashkë pastaj çojnë në përfundimin që ndoshta
dhe do ishte përfundim më i logjikshëm që të gjitha dosjet që janë prokurit përgjithshme, prokuri speciale të bashkojnë një dosje të vetëm, pastaj të shkojnë në një proces hetimor të vetëm. Nuk do habitesha nëse do ishim këto kushte. E quaj kështu thellimi hetimeve për dosjen? Absolutisht po. Absolutisht po dhe për dy arsye. E para punës, sepse unë mendoj që hetimi që po bëhet për dosjen e Akshit është ndër hetimet më të mira që ka bërë deri më sot SPAK-u, paktën në thellësinë e mënyrës hetimore. Dhe e dyta mendoj që bashkimi i dosjeve do të çonte në një zhvillim edhe më të thellë raport me hetimin e Akshit dhe jo vetëm me mënyrën si funksionon institucioni. Do të kemi parasysh kur flasim për Akshin, nuk është një institucion shtetëror që ka dalë jashtë standardit normal të funksionimit institucionit shtetëror shqiptar. Është institucion shtetëror që është drejtuar nga një grup i strukturar kriminal. Dhe ky grup i strukturar kriminal nuk ka funksionuar vetëm brenda institucionit, por ka funksionuar edhe jashtë institucionit. Kështu që është më së logjikshme që këto dy procedimet që sot janë të ndara në dy prokurori të veçanta të bashkojnë një procedim të vetëm dhe të provojmë atë që është dyshimi kryesor që kemi sot, që në raport me Akshin, çështja nuk ka qenë kapja peng e një institucioni i cili do bënte procedurat të nderimit. Është kapja peng nëpërmjet ca mekanizmave kriminal cilët prodhojnë deformim jo vetëm të Akshit, por dhe gjithë një sër institucionesh tjera. Këto institucione tjera, nga deklarata që janë bërë publike, a duhet të hetohen ose të jenë fraksione, se deri tani dim që fraksion kemi ASHK-ja Kadastra. Paktën kolegët e kronikës, gjyqësorët këtë më kanë thënë publikisht. Por ndërkohë shumë deklarata janë për KPP-n, për DSIK-n, nuk e di deri ku mund të thellohen ose procedura hetimore kërkon që në momentin që ti verifikon që ka mundësin ose potencialin e ekzistencës një fakti penal dhe të lidhur me një institucion tjetër, një procedurë tjetër që zhvillohet nga institucion tjetër, krijohet dhe një fraksion tjetër i dosjes për atë institucion apo për mund të ketë shumë fraksione tani. Si di, po pyes për të kuptuar se çfarë ndodh. Dgjoj. Atëherë, nëse ti do ishe ose nëse unë do isha prokurori i çështjes, ti e krijon fraksionin në momentin që ti e ke krijuar bindjen e ekzistencës faktit penal. Ose për efekt edhe për ta mbrojtur hetimin, ti nuk e krijon fraksionin me njëherë, e krijon fraksionin mbasi ke mbledh një farë dokumentacioni. Kështu që fakti që aty nuk janë krijuar ose ne nuk kemi dini për ekzistencën e fraksioneve tjera, nuk do të thotë që nuk janë gati për t'u bërë, apo që prokuroria nuk e ka krijuar bindjen që aty ka dhe fraksione tjera që duhet përcillen si vepër penale. Dim sot që kemi dy fraksione. Fraksioni i parë është Akshi, fraksioni i dytë është ASHK-ja. Fakti që këto dy fraksione janë krijuar tregon që ekziston dyshimi që ka vepra penale dhe presim tash të shkojmë çdo ndodh me institucionet e tjera. Po nuk do habitesh as sikur të shikojmë fraksionet të tjera që lidhen me institucionet të tjera shtetërore. Unë këtë mendoj që tani kemi një trajtim serioz. Jo më kote i më shoj, jo vetëm ke fraksionet, ke pjesa teknike, profesionale, trajtimit çështjes në lidhje me hetimin, që do ketë fraksione, po mund të ketë një fraksion për e marim në lidhje me pjesën e policisë, që inkriminuar, që morën njerëzit peng. Ku do ta fusin këtë pjesë? Pra, mendoj që do të shkojë, pra, nuk ka drejtësi pa gjetur të vërtetën. Çdo gjykat, çdo gjykim që bën, civil apo penal, duhet të mësoj të vërtetën nëpërmjet ballafaqimit të fakteve dhe provave sipas kodit procedurës që është përcaktuar, civil apo penal. Pra, ka dalë kjo çështje nga vetëm diskutimi mediatik edhe bërja e veshit shurth. Po kur përmenden dy, dhe tani dalin 2-3 fraksione, përmendet Akshi dhe ASHK-ja. Janë dy institucione të cilat nuk kanë pranuar të auditohen nga kontrolli i lartë i shtetit, me sa unë di. Të paktën në këto kohë të fundit. Dhe nëse Endri Meksi dha një mesazh ka zgjedhur për mua të i afrohet sa çështje në formë atipike. Pra, me sarkazëm, me këto, duke parë që ky realitet do një qasje tjetër, e ka bërë ata, ka trahi vëmendjen dhe kemi edhe në fund fare deklarimin. Por ai ka një informacion, jo të pakët, kur flet jo vetëm për pengmarrjen, po flet për ata njerëz që nesër do bëhen shumë keq. Më tepër se me dhimbje koke, tha, bile do vrasin vetën ata kur të marrin vesh ju kanë fluturuar pronat nga ndërhyrjet e palishme nëpërmjet koordinimit Aksh dhe ASHK. Këtë e kam me denoncimet nga avokatët, her pas herë. Po mirë, ai, po tani unë po them që
unë po e besoj Meksin. E shtova si element. Jo, unë po e besoj. Po unë e kam këtë që në fakt, shiko, pa i dhënë rëndësi vetës. Unë kur kam pas takimet huaj, kam theksuar rëndësin për krajin e SPAK-ut edhe të KLSH-s si fillim. Edhe ka qenë në motën time, pse duhet të funksionojnë këto njerë. Që ne të kemi të vim pak era shtet, të ketë një etik, të ruhet një etik, se nga ruhet etika. Po së qenë qasit e tyre pak të minimale në këto. Tani, fakti që këto dy institucione, ASHK dhe AKSH, nuk janë audituar, dhe nuk është lejuar për të audituar, me sa unë di. Pra ka një shkelje të rëndë të etikës dhe të ligjit, njëkohësisht, tregon, shoqëruar me këto fakte që unë i kam marrë në kratë tjetër, po i marrë tani nga Meksi, po dhe nga të tjerë, që thoni ju, tregon që këtu ka i problematikë. Që kur tapet, do ta shohim. Edhe pastaj të shohim sa mund të jetë numri i punonjësve dhe ku ka arritur puna. Por ne po t'i shtojmë një fakt, ishte një grup të nga Durrësi që i vinte pikën, vinte gishin atje në hartë dhe merrte pronat, edhe vullneti tyre materializohej nga ndërhyrja që bëheshin në kadastër atje, apo në vëndet tjera. Ata kishin me letër, se kishin majti ata. Apo flet për ata? Po këtu mund tjetë më... Shiko, ata s'ishin të këti niveli, në anë teknologjike. Këtu mund tjetë këta tjerët. Kështu që, nuk po them, pra, kur kanë ndodhur atje, pse të mos ndodhi këtu, pasaj sa prona në dolin atje? Dolin, sa po. Po, dolin sa prona. Pra, këtu, Zallamahia është bërë. Tani, si do ndahet, si do vlerësohet, si do ashtu, pra, unë mendoj që aty ka shumë punë, do kemi për një kohë gjatë, bile mendoj nuk e di se sa veta do merren me atë punë tani, nga se e ka një qasje vetë organi akuzës. Tani këto i shtohen, pra, për mua nuk është sa hapet dosja këtu, vetë mund të jetë një fraksion, kjo dosja e Meksit, për moment, i atyre që janë. Nga vendimi unifikues i gjykatës së lartë përfitoi Kërçanaj. Meta vijon përpjekjet, nuk e di nëse do shkojë deri tek qytetarët dakord bien për çështjen që është në hetim dhe drejtoresha e AKSH-it merr lehtësi se nuk është lehtësuar nga akuzat. Akuzat janë aty, por do t'i themi sa gjëra, nuk do të jetë në arrest shtëpie. Para punës sistemi jonë ka gjithmonë është pak më tolerant ndaj grave. Mirë, bijem dakord. Kemi kështu diskriminim pozitiv kur bëhet fjalë për gra. E dyta punës, më thënë, keni parasysh një gjë, kur bëhet fjalë për masa e sigurimit do të plotësojnë ca kushte që nëse nuk plotësojnë nuk ka kuptim të vazhdojë të ekzistojë masa e sigurimit. Dhe e treta punës që është më e rëndësishme mendoj unë, këta njerëz që vazhdojnë rrinë me masa arresti, thjesht konsumojnë atë periudhën që do ta kalojnë në burg në fund ditës. E para konsumojnë. Do të thonë, nëse zonja Kaçana do dënohet, nuk ka pse ta bëjë gjysmën e periudhës burgimit ta bëjnë shtëpi. Ta bëjnë burg më. Ta vuajë dënimin tamam. Dhe le ta mbaroj procesin hetimor në gjendje të lirë, nuk kam asnjë lloj problemi, por ama në momentin që do dënohet, shkoj dënimin ta bëjmë burg. Se ky versioni që i mbajmë nga 2-3 vjet nëpër shtëpia dhe pastaj kur të mbaron gjyqi del direkt e lirë se e ka kryer dënimin, nuk bën asnjë lloj sensi. Ti duhet ta bësh gjyqin në gjendje të lirë dhe të shkosh të dënohesh dhe kur dënohesh si zog të shkosh ta bësh burgun tamam. Kështu e do ligja. Jo ta bësh ti para. Do të marrë dhe pasurinë. Do ta marrin dhe pasurinë, do të paktën dëgjoj. SPAK-u ka krijuar një standard që është i mirë. Në gjithë këta që i heton për korrupsion, për pastrim produkte dhe veprës penale, për organizim grupi strukturor kriminal, do të shkon gjithmonë edhe ke pasuria, e çel dhe hetimi pasuror. Kështu që e rëndësishme është ndëshkohet. Pastaj këtë ndëshkimin mirë është mos ta bëj përpara. Sepse është edhe ky principi që duket sikur është dënuar paraprakisht. Jo mos do të rri dashur, ta bëj gjyqin në gjendje të lirë, të vazhdojë atë procesin, mbaroj procesin, të dënohet dhe pastaj të shkojnë burg. Ky është standardi. Për sa kohë që nuk ka mundësi që t'i ti largohet i shpangët drejtësisë, për sa kohë që nuk prish procesin hetimor dhe për sa kohë që nuk në gjendje të kryejë një vepër tjetër penale. Sa kohë nuk plotëson një nga këto 3 kushte, është shumë mirë që të rrinë gjendje të lirë që kur dënohet, të dënohet me burgim dhe të shkojë ta bëj burgun në ato që është institucioni. Po këtë betejën e Ilir Metës për dalë, si është? Për të shfrytzuar. Fjala shfrytzuar jo gjithmonë është në konotacion negativ. Jo më është, tash çdo person që është në kushtet e masës sigurimit arrest me burg ka gjithë drejtat të drejtohet gjykatës sa herë që konsideron të arsyeshme për të kërkuar këtë ligj ose këtë vendim. Absolutisht po. Dhe gjykata ka gjithë drejtën që të interpretojë provat dhe gjendjen e dënuarit në raport me ato që janë kërkesat e ligjit dhe në fund fare të vendosë. Që në rastin e zotit Meta, me gjithë ndryshimet që prodhoi vendimi i gjykatës lartë, gjykata provoi që nuk është në kushtet për dal nga burgu.
Është e thjeshtë çështje, për sa kohë ka një vendim gjykate që ka shteruar ose ka argumentuar pse kjo masë është masa e vetme që duhet mbajtur nga Zoti Meta, jemi në kushtet e gjës që është gjykuar nga gjykata. Po cilën nga këto hallkat ka ose dyshohet që i përmende rrezikshmëria, përsëritjes së vepës Unë mendoj që në rastin e Zotit Meta është çështja e prishjes të procesit hetimor. Zoti Meta po shkon në rreth shtëpie, pra nëse shkon në rreth shtëpie prish procesin? Po, sepse Zoti Meta po shkon me një proces që është proces gjykimi normal, që do të thotë nuk është me gjykim shkurtuar. Gjatë gjykimit normal, prova formsohet gjatë procesit gjyqësor. Prova nuk është krijuar paraprakisht, por krijohet gjatë kohës që bëhet shkurtimi gjyqësor i çështjes. Dhe mund të prishet gjatë atij procesi, sidomos kur është fjalë kur flasim për prova me dëshmitar. Në këto kushte, gjykata e ka vlerësuar që Zoti Meta, më thënë, paraqet rrezikshmëri që të prisë procesin hetimor apo të largohet apo të shmanget drejtësisë dhe ka arritur në përfundimin që është mirë që të vazhdojë të vuajë në masë sigurimi arrest me burg. Është vendim gjykate ky. Vendimet e gjykatave mund mos na pëlqejnë, mund të jenë debatueshëm, po në fund fare ngelen zbatueshëm. Unë mendoj që nuk janë të njëjtë, edhe si persona, si personalitete. Kaçanaj është një njeri që me sa shohin, do të thonë, në tipin e saj, në personalitetin e saj, si njeri inxhinier, po edhe çik i mefsht, mund të përdorur edhe nga Agasi, kështu duket që është keq përdorur nga Agasi. Tani me që më pyete mua, s'do të doja të përgjigjesha për të person, po ky person edhe aty ku është, nuk lë formë nga më të pista që ekzistojnë për të intimiduar dhe për presion mbi të shqiptarët. Tani, nëse ti pranon që merr të çmendur në studio, i bie që unë jam i çmendur, domethënë, dhe pa dinjitet e tjerë. Ky njeri gënjen nga mjesimtarja dhe bën presione nga më të pa imagjinueshmet, si rastin tim, që të tërhiqen nga. Pra, ky është një njeri që ndikon të provat... Të bën presion Meta? Po, pa tjetër. Po Meta është në burg, si mundet me çfarë mjetë shka? Po, tani, u po të them unë. Ky person, me mënyrë më të pacifshme, ka përdorur pushtetin e tij për të marrë në mënyrë se dhe i referon në mënyrë të pjesshme, jo në kontekst. Aplikime që unë kam pas detyrueshme t'i bëj. Për mbrojtjen time, për shembull, edhe del ky dhe Boria vet, që ka blushin, edhe thot, filani është i çmendur se ka kërkuar në këtë mënyrë, duke kërkuar për plasjen e Romeos me kriminal në burg dënuar për jetës me tjerë, ka kërkuar, unë jam i çmendur se kam kërkuar të mbrojt Romeo dhe familja ime. Në një kohë që unë kisha mbrojtje, po e doja më shumë për familje. Pra, ja, me këtë po përballemi ne. Se kur bën presion Ergys Agasi, edhe një. Çfarë pushteti ka Ilir Meta sos? Ka si pushtet? Po ato i ka marrë që ku ishte president. E nuk e di çfarë pushteti ka paras. Meta është një njerëz akoma në pushtet Shqipëri. Me çfarë pushteti e nxori Meta dosjen e incineratorëve që ja afruan këta vet, një pjesë e tradhtarëve PS-s, që na hiqesin nderuar në për ekrane në fund 2020-s dhe fillim 2021-shit, e dini Meta se është kështu, një segment i kufizuar, nuk është kështu. E dim me argumentat e mbrojtjes së avokatit, nuk kësaj për referat. Marr avokat ka edhe një qenë dhe një mace, kur ka një problematik, në ligji një drejtën avokatit e qenit dhe macës. Avokati jemi vetme, edhe unë dhe ai atje. Dhe mund të jem më sakllëm unë se shumë avokat tjerë që mendon ti, edhe me meritë edhe me ca gjëra tjera. S'mendoj fare, ju referova. Problemi është ju referova. Edhe unë mendoj që jam avokat më i mirë se jam avokati i të mirës publike. Që po përballem atje. Tani problemi është tu. Çfarë ka ky zotëria në këto 3 pika që mund të bëjë një vepër tjetër penale, të prishi provat, ose të largohet, ose të largohet? Mos ka dash largohet ky se nuk e dim. Jo, ka thënë. Jam gati të përballem. Po kush e beson atë? Jam gati të pa a vinte nga jashtë kur e arrestuan e morën bank. Jo, se nga jashtë, nga Kosova. Mos ka dash tike se kanë lënë, se nuk e dim. Se nga Kosova mund të dalësh. Takimin dhe ishte duke u kthy këtu në Tiranë, u tha publikisht. Po nuk e dim, kush e ka marrë telefon, çai ka thonë, çfarë si ka thonë. Kto janë gjëra që janë pjesë e hetimit. Ashtu. Edhe ju thoni këtë, unë them këtë, nëse ka njeri më të pabesueshëm, ta janë të gjithë pabesueshëm. Po ai është më i pabesueshmi. Tha fillimisht zotëria, kjo çështje është bërë në 2019 se ka lidhje me Meganigallin dhe denoncimet e mia për incineratorët, se
këtij dikte shpirti, domethënë, për ta luftuar korrupsionin. Ky, domethënë, dhe banda ti. Tani kur ja thash, ora unë kam bërë 2017, 18 tetor 2017, kallëzimin tim, denoncimin tim. Edhe s'kam lidhje, edhe s'ka si lidhje. Ç'a të them unë? Edhe ortofotot që bëhen, për shembull, do të shohësh se si ka qenë një plaj para 5 vjetësh me ortofoto, me satelit. Mo me ortofotot, komplet ku kam qenë që kam lëvizur unë, edhe me telefon me të gjitha, unë s'kam as i lidhje, kam bërë vetë. Dhe që ta di mirë meta edhe ç'a të them unë, edhe ata që kam bërë metën. Unë kam mbajtur konsekuenca të rënda nga kjo qeveri pse kam bërë atë punë. Dhe ky zotëria do përbalti, po ky më të ma di për ndërmër, që unë i kam dalë përballë këtij dhe çdo, po të kem për Ramën dhe për Ramën do ta bëj, në mënyrë absolute. I kam dalë përballë ti korrupsioni se na kanë lodh. Na kanë lodh. Edhe e kam parë si detyrë. Ka shi vetes më pa të shpjegohem unë, se na kanë bërë dhe çmend. Paktën të jemi çmend në një drejtim caktuar. Tani zotëria se çmend vet nga halli vet, nuk na çmend dot në të tjerë. Zotëria ka bërë, unë konstatoj, që zotëria nuk e di, direkt apo indirekt, ta gjenë ata që janë me timin. Se po më këshin lënë mu, kisha bërë unë e timin. Pa pas nevoj për tjerë. Vetëm disa kompetenca toja. Zotëria, se do të luftuar mënyra tipike korrupsioni këtu. Së luftohet, do të me këta që janë votuar për të punë. Për këtyre. Zotëria po na del tani që po i qanë hallin dhe Kasiot Ismailajt. Pra të regon që ka pas kontakte. Dhe në forma tjera, unë mendoj që dhe i Kasiot Ismailaj në burg ka pësuar ca gjëra. Dhe besojnë nga njerëz që nuk i ka interesuar të hapja i gojën. Edhe mënyrën si ushqej, dhe mënyrën se si kishte frikë, edhe tjerë. Pra këtu, ne kemi një fushat sa mediatike, se shoqëria media vazhdon edhe gëzohet nga parat dhe nga nderet e metës akoma besoj, të cilën duhet ta nxjerrin këtë si viktim. Ky është viktim, ky po gjykohet për krimet më të lehta të mundshme. Mirë. Ashtu, tani, për krimet më të lehta të mundshme. Dhe të thuash ti, këto 200.000, si ishin 200.000 euro, për 200.000 bluza, atëherë sa bën një, po e marrë që ku bën 2-3 euro një bluzë, na dalin 600.000 apo 1 milion. Po ky ka qef to 200 dhe 700. 700 këtë prifti sishte. Kjo sishte, po unë e porosita po e ktheva. To kështu, aty është një malë me akuza për çështjet më të vogla. Nëse do të gjykohet, ai gjykohet për gjithë qeverisjen e tij. Dhe ky na mbush mendjen që ne jemi më të korruptuar se ky, ne që kemi një kartë banke nga rroga. Ky s'ka kartë fare. Ku e kanë hedhur rrogën ti? Në Koshperave kanë hedhur rrogën ti si president? Me këtë tallët kë. Dhe kërkon ky gjyqi publik, unë them më publik akoma. Edhe mezi po pres ta kem përballë atje, dhëm për dhëm, siç e meriton ai. Ne nuk mund të lejojmë që njerëz tillë të korruptuar nga koka e këmbët, se nëse kemi korrupsion në Shqipëri, kush e bëri këtë? E bëra unë dhe nëna ime që ka 10 vjetë që ishte larguar nga kjo jetë. Ma ktheve gjithë emisionin tani. Po me kem pyetur për metën. Tani për gratë kemi rastin e një gruaje tjetër e cila ngeli shtatzan. Po ngeli shtatzan, e nxjerrë dhe atë nga gjendja arresti. Po këto po them. Me që unë me çmen, më shkon menja tani. Le të çmenet ai, të ngeli shtatzan, në mënyrë imagjinare, s'ka problem, e dali. Por ky zotëria, me mënyrën se si sillet atje, tregon që ky është i paparashikueshëm. Ky nuk jep asnjë garancie që ky respekton ligjin, domethënë. Edhe atje ku është. Se nuk e ke parë, e dyta. Jo, s'ka parë në gjë kështu. Po, nuk e ke parë. Dakor. Varet se çfarë kam parë unë që më duket diskriminuese që rrin në ka shumë njerëz që shohin atë që duan të shohin. Dhe ka njerëz që shohin atë që është në realitet. E shoh pa emocion, pa përfshirë fare. Kush e ka emocionin? Ma shohësh tani pulsin e kam në 70 rrezik. Mi që më zgjove me të se të më shezon gjumi, domethënë. Se ku mbi në 70 shkoj dhe hapër gjumin. As e kam fare. Unë po ta jap me argument, domethënë. Të drejtat procedurale le t'i gëzoj. Por ata që janë prokurorë atje nuk janë as ndikimin tim, se dola unë që ndikova të gjithë. E kuptova se çfarë do të thosh. Nuk janë ndikimin tim. E dyta. Një pyetje shkurt për klubin ta mbyllim. Bëni mirë që kur diskutoni për atë, mua më keni këtu afër counterpartin, edhe zbardhin që është këtu, bëni këtu, t'ja bëjmë gjyqin edhe këtu po duan, si duan. Me argumenta. Trajto ai se duhet me drejtuar. Siç e jap fjalën avokatit, ai jap ty, ti jap thupit. Sulmon ky denigron ky mos marri edhe e rrezikon jetën e kallëzuesve, mos marri një tjetër guximin nesër të kallëzoj këta,
Se këta po të vunë këta në kryq, këta të bëjnë namin, jo mërja. Zëri ynë, që jemi viktima të korupcionit tyre, duhet jetë më i lartë se zëri i atyre që ideuan, frymëzuan dhe garantuan këtë korupcion pa shembull. A është, se do të pyes për të po një mesazh qytetar. Për sa kohë zëri aty është më i lartë, ne do kemi punët shumë brap, shumë keq. Se nuk do ta pyes Romeon për këtë. A është diskriminuese që rri në kafaz xhami? Nuk është diskriminuese. Aty ka qenë dhe Ismaili. Tash nuk do ta jap fjalën për këtë. Se do marrësh gjyqësore dhe do të më respektu kthupin, po. Dgjoj, diskriminimi është kur ti trajton një person ndryshe nga çdo person tjetër. Ky është diskriminimi. Po. Ose ka parë Ilir Beqi. Ta ish në kafazi, ai është diskriminimi. Ai rasti Beqis është diskriminim pozitiv. I kujt? Diskriminim pozitiv. Quhet është diskriminim i Beqis. Që e kanë nxjerrë nga kafazi e kanë ulë tryeza. Ky është diskriminim pozitiv. Po nxorën dhe Romeli, po ishte në gjykatë administrative, aty s'ka kafaz. Aty ajo salli ishte. Ç'o do bëj Meta aty që duhet rrizë? Ai s'letut me avokatin, ti avokat vet. Ai pesi si flisë me Cakën. Po të gjithë dënuarit e tjerë që bën një shoqëri njësoj kafaz si Meta. Pse duhet rrin kafaz? Se diskriminimi është kur ti trajton Metën ndryshe nga gjithë tjerët. Gjithë tjerët aty rrin, njësoj si Meta. Meta, Erioni, Iliri, janë njerëz që kanë qenë në parlament. Janë njerëz që kanë votuar ligje në këtë vend, janë njerëz që kanë votuar reformën drejtësi në këtë vend, janë njerëz që kanë pas mundësi ta ndryshonin sallën e gjyqit. Ki parasysh këto sallë e gjyqit janë sapo janë rikonstruktuar. Dhe janë bërë me kafazë xhami. Ai që futi Meta në Burg, Lefter Koka ku ishte? Miku që futi Meta në Burg, ministri Meta, se futi Meta. Në kafazë ishte edhe Lefter Koka. Ka drejtë se ti në Burg, po e futet vet. Edhe Aqi Bllako. Po standardi është ky, unë pika për Meta. Ky është standardi. Ç'do bëjnë, do zërin kallash aty, do bëjnë të merr, ç'do bëjnë? Po kafshon ai, është standardi, ai kërcen kafshon, ku i di? Është një standard. Ka seriozisht. Ai s'është çmendur. Ai të kafshon. Po s'është Ky çmendur. është standard 35 vjeçar Shqipëri, se nuk është nuk lindi dje me Metën. Jo, unë kam intervistuar, ka hyrë, ka gjetë mënyrën për të folur, mua nuk është çmendur Meta, tani çfarë? Po ju jeni mjekë psikiatrë. Po ne kuptojmë tani impaktin, se mundi as nuk marr përsipër të them diku që i çmendur, se bëj dot. Po, si që e marrin deputetët, e marrin gazetarët, po mira, ai ka i deputet gazetarë që cilëson çmendur kallëzuesit. Edhe se merr kemi ne, unë them që ai bën aki, po hy tani, po adoptoi. S'ka një raport mjekësor që ka kështu gjërash. Po ku e di unë, ai thot pse kërkon ky mbrojtje, është i çmendur thot. Ka probleme me shëndetin mendor. Që ta kisha, do të ishte gjinaf. Nuk di se tohet me mesjush, nuk është me mesjush. Po. Do më thonë, gjë nëse u zje me Metën e më thotë ashtu është tjetër histori. Po Smilati lau duhet, jeni ju tha. Po jo, s'është mesneshme, se unë nuk e kam kallëzuar për interesin tim, unë nuk shtohet parat. Unë dua që ato para që ka marrë ai, i shkojnë shqiptarëve, edhe ai të bëhet shembull mos vjedhi presidenti i ardhshëm. Prandaj kam thonë në 24 korrik 2017 ti nuk je presidenti im. U bë moto e cako. Edhe s'duhet të jetë, edhe kam pas drejt. Kam pas shumë drejt. Ti e di. Ky është standardi 35 vjeçar që kemi në procedimet penale. Do nuk është se krijuam me Metën, dhe morëm Metën dhe krijuam një kafaz të fusi Metën. Kafazi ishte aty. Po pra, se kanë gjallë reagim publik, ndaj dhe unë e sjell si element. Po s'ka reagim publik, keni krijuar ju reagim publik. Po ju ashtu si Meta. Nëse avokati i Metës se thot kështu dhe nëse po avokati i Metës është avokati i Metës. Dhe ju si avokat do vini për klientin tuaj, më thoni këtë, ti je sigurt që të njëjtën gjë do bëj dhe do pyes. Absolutisht dakord me ty. Po pra, po jo se e kemi bërë ne, nuk e kemi bërë ne, ka bërë, keni bërë ju avokatë. 98% e shqiptarëve kanë thonë shumë mirë bën që arreston. Por 98% e gazetarëve janë me Metën, ky zotot që është popull, 98%. Nuk e kisha në sense, kisha në sensin që... Ose ka takuar si herë e kisha në sensin që nëse ju do shkoni dhe shikoni një seancë normale në GKK apo në çdo gjykatë tjetër të Republikës së Shqipërisë, do shikoni që të pandehurit trajtohen njësoj, si Meta. Nuk është se për Metën ka një trajtim specifik gjykata dhe mban Metën të mbyllur. Meta trajtohet si çdo i paraburgosur tjetër, i cili kur shkon në sallë gjyqit, qëndron në një vend të veçuar nëse salla e ka. Se kemi dhe sallat gjyqit se kanë. U arrestua Trumpi, i bën foto ballore dhe profil, si gjithë tjerët. Normal. Është procedurë. E u bë pra president. Zotëria tha, 80 vjeç, kur të mbaroj kusuar, do bëhen president. Çfarë lidhje ka? Ai ka marrë parasysh tani. Kështu që nuk është kazos ky. Sa dushi dje ka thënë drejtësia kërkon dije, integritet, përgjegjësi, kishte një mesazh se po i bi shkurt. Ajo se çfarë prodhoi dje Stoku ishte sërish në vëmendje, ai që na shqetëson të gjithëve. Stoku flas për dosjet. Stoku është problem institucional, nuk është problem empirik dhe intelektual. Stoku është problem burimesh njerëzore dhe kapacitetesh institucionale, që do të thotë, reduktosh Stokun, po
rrit numrin e ndihmësve ligjor. Jepi mundësi ndihmësve ligjor që të merren me dosjet më shumë dhe zbrit stokun. Çështja e stokut është çështje numër sasi gjyqtarësh, sallat gjykimi dhe ndihmësish ligjor. Këto nuk kanë lidhje me sa i aftë është gjyqtari intelektualisht, se gjyqtari prap do tulet ta shkruajë vendimin. Do tulet të shkruaj se. E di si mendojnë njerëzit që ti shkon në sallë gjyqit e tha gjyqtari shprehjen që e fitove gjyqin apo e humbi gjyqin e mbaroi gjykimi. Harrojnë gjithë me gjyqtarit, mbasi të ka thënë këtë shprehjen do tulet dhe ta shtyetoj pse e tha. Edhe ka dhe një vit që se zbarën akoma arsyetim e vendimit. Kjo është më e rënda. Po sepse kanë shkuar nga 1000 dosje, nëse marrim ritmin aktual, një gjyqtar që ka 300 dosje në vit, i bën që të bëjë një gjyq në ditë. Pa mundësi fizike. Po është pa mundësi fizike. Sistemi nuk rregullohet me rritjen e cilësisë intelektuale e gjyqtarëve. Rritet rregullohet me rritjen e burimeve njerëzore, rritjen e infrastrukturës. Ti sot s'ke salla gjyqe për të bërë gjykimin në gjykatë apelit, s'ke ndihmës ligjor, ke një ndihmës ligjor për 2 gjyqtarë. Ndërkohë që një gjyqtar ka arrit nivelin e 1000 dosjeve. Jemi kushtet e paradoksit. Rrit numrin e ndihmësve ligjor, jepi mundësinë të merren me dosjet, edhe theshto proceset e gjykimit. Që këto nuk bëjnë asnjë nga këto gjëra dhe presin që të reduktohet numri i backlogut. Nuk do reduktohet dot. Nuk do reduktohet se shikoj ai tha që numri i dosjeve në gjykatën e lartë ul me 65% nga 36 sepse gjykata e lartë vendos një standard që mos pranimi rekursit për treçeregun e gjykimeve që nuk lëshon paraprim dhe i keni paraprir po në këtë studio kësaj. Sepse është e drejtë. Sepse ti nuk mund shkosh në gjykatë lartë me përjashtim të rastit kur ti ke probleme me interpretimin e ligjit, jo me interpretimin e provave. Gjykata e lartë është gjykatë ligji, nuk merret me provën. Ktu minimalisht çdo institucion shtetëror që ka një proces gjyqësor çon gjykatë lartë, që nuk duhet ndodhë kështu. Dhe e çojnë gjykatë lartë se kanë frikë që po të shkoj KLSH do ja çoj shkelje, se nuk e çove ti në gjykatë lartë, se po e çove në gjykatë lartë do shpotosh. Atëherë gjykata e lartë do të bëjë një proces, atë që ka bërë, fatikisht ka bërë në mas mos pranimin e rekursi. Dhe bashkë me mos pranimin e rekursit duhet edhe të gjobis ata që e kanë bërë rekursin. Sepse ti nuk mund ta investosh gjykatën e lartë kot në kot. Thjesht sepse duhet i thosh te klientit që po e çojmë gjykatë lartë se aty do ndodhë mrekullia. Gjykata e lartë është një gjykatë që interpreton ligjin, jo provat. Nuk u kënaqet ti si ta ka vlerësuar provën gjykata apelit, do shkojmë gjykatë lartë atje do ndodhë habia. Gjykata e lartë jo vetëm duhet vendosë mos pranimin e rekursit, duhet gjobis gjithë ata që bëjnë rekursit. Unë kam një ankesë, nuk mundet që palët mos dëgjohen më në gjykata apelit. Tani në shumë gjykime palët nuk po pranohen, po bëjnë gjitha dhoma këshillimi. Edhe kjo nuk mund të jetë më. Drejta e dëgjimit proces gjyqësor në shkallë 2 ka kohë që është shkelur, nuk ekziston më. Se salla gjyqe normal. Ke 6 salla gjyqe për 30 gjyqtarë. Jo, tani vetë gjyqtarët më mirë të bëjnë gjyqe më pak e të bëjnë sakta, po dhoma këshillimi, ku ti nuk dëgjohesh shkallë parë. Nuk dëgjohesh ankohen për shkallën e parë. Ka raste që mund të jenë shumë të saktë shkallës parë. Shkon në apel, nuk dëgjohesh, edhe ose në dhomë këshillimi, jo. Unë ka ndodhur një gjykim që shqyqyr për fatin tim mirë është bërë me 7 apo 8 seanca në apel, edhe jam dëgjuar, pra, ka pasur një vëmendje të shtuar gjyqtarëve. Po ku mund të bëjnë më këta, fizikisht edhe këtu atje, prandaj shkojnë këtu, po paktën deri në apel palët duhet dëgjohen. Se mund të ketë edhe, kur thua ti, mund të ketë një moment gjykimi që keni pas gjyqin e vulës. Apeli mori detyrën ta bënte nga e para, ta bënte nga baza, nga themeli, që nuk e bëri prapë. Pra, pala nuk u dëgjua fare. Pra, unë mendoj që nuk mund ta bëjmë praktik më këtë. Pra, duhet kemi gjykim, edhe për gjatë gjykimit, mënyrën se si komunikojnë palët atje, për gjatë gjykimit, unë mendoj deri ai që thua ti, vlera e provave në proces gjyqësor. Palë, duhet kohë, duhet burime njerëzore, duhet sallë gjyqi. Ti sot, kur shkon një gjykatë apeli... Kurse tjetra është që unë prapë kam një lloj tamam mëshirë, ta torturosh gjykatësin, të bëjt 8 deri 12 seanca në ditë. Po çndrimi ka filluar, mbarojnë seancat gjyqësore në gjykatë apeli në 5-5 dite. Lexojnë dot ata? Se duhet me i lexu ato. Po du ta lexojmë se s'ka ku shkon. Po ta i postosh veten në 8 deri 12 ditë ndryshme, se po nuk i postove, ato seancat e fundit janë besoj kështu. Ri atje ai shkret dhe s'dikon asgjë besoj. Thupe. Me që folem për Metën, flasim pak edhe për Berishën. Edhe Berisha është në akuzë, çdo të hënë të parë të muajit është atje. 2 herë muaj. Po 2 herë, pastaj të tretën e parë e tretë si e ka procedura. Dhe ka akuza të forta, por nuk është një shëlies në
ka fazë hekuri, a i bënda kur them akuzat forta, nuk e kam për çfarë ndonë mbi Berishën, e kam çfarë akuzash bën ai, se do të sersoj se ndonjëherë mbu shejtani, çfarë akuzash bën ai për sistemin e drejtësisë dhe qasja që ka me drejtësinë. Berisha ka një fat, ka një moshë në cilën ti nuk mund vendosësh mas për aborgim. Dhe kjo është ajo që e shpëton, se në të kundër të ishte një datë kushte me metën, besoj. Një gjë kjo. Tjetra që duat pyes është sa legjitime është gara në Partinë Demokratike, sepse... Ke dy probleme në fjali. Hajde. E para punës është legjitime që nuk ekziston si term fare në PD. Do të mos e kisha thënë fare. Po, absolutisht dhe ke termin garë. Garë në kupton dy kandidat. Në PD nuk ka dy kandidat. Si mund të ketë garë kur ka vetëm njëri? Është Saliu dhe Berisha, ka njëri, unë do votoj tha Saliu se kam nga Berisha. Ne gabojmë dhe kur duam të jemi normale. Nuk ka garë. Në PD po ndodh një akt procedurial i zgjedhjes kryetarit i ricaktimit, se nuk është zgjedhje, jo është ricaktim. Asë rikonfirmim, është ricaktimit i kryetarit të rritë partitë. A ka, e pyetja do ishte kjo, besim korrigjove me drejt, a ka ndonjë, jo këtu s'ke qatë korrigjështë kjo që do them, kjo që do them s'duke, a ka ndonjë mekanizëm ligjor që mund të ndaloj gjithë këtë? Do t'ishte udhës i gjykata shkallës parë Tiranë, nëse ka një kërkesë për marrjen e masës sigurimit pandis në raport me pezullimin e procesit për ricaktimin e kryetarit të partisë, që t'jem unë korrekt tashin në terma, ta marrë masën e sigurimit. Kemë parasysh një gjë. Partitë politike organizohen vërtet me ligj të veçantë, por ky ligj i veçantë i jep gjykatës Tiranës kompetencën për të vëzhguar gjitha proceset që ndodhin brenda partive politike. Dhe nëse në gjykatë ka një kërkesë për të konstatuar që një proces është i parregull, është detyrë e kësaj gjykate që mos ta lejojë procesin të ndodhë. Mund ndodhe kjo? Mund të ndodhë. Se kjo pastaj na çon në bllokimin e zhvillimeve të brendshme të PD-s se kanë... Absolutisht po. Tash më thënë, partitë politike janë aset kombëtar, nuk është një... Nuk është procedurë për ta, po është ajo zonjës mjekë. Ajo zonjës Mereme që është në proces, shikojmë se çfarë do të ndodhë gjykata. Po pse e ka probleme, të ndryshoj statutin, edhe thotë s'ka më fuqi për... Kjo është tjetër histori. Po. Edhe ajo është anki mushme në gjykatë, pastaj për histori Se ta shpjegoj, këta që përveç asaj rregullimit brendshëm, gjykata mund të... Gjykata është gjithmonë... Gjykata du ta ketë dhe Komision Qendror i Zgjedhjeve edhe Ministri i Drejtësisë. Të garancia këto janë, je registruar atje edhe ke thënë që ne edhe për programet elektorale që nuk i zbatojnë kur vim pushtet. Pra ato duhet jenë atje si një hipotek, hipoteka pengësh. Ligji... A ka dati herë për merë? Kam i vizion tjetër, jo për të liqës. Jo, për ligjin, për dhënë, e kam... Kur ti she që një parti nuk funksionon në mënyrë demokratike, duhet ndërryjnë këto të treja bashkë edhe thonë që kjo parti është jashtëligjshme të rregullohet e të bëhet. Kosova ka pas deri vjetë se vjetë ndryshuar në atë ligjin, ka pas një ligj shumë të mirë për parti politike, sepse statuti depozitoi në KQZ-n e Kosovës. Dhe të gjitha proceset që deklaroheshin në statut, që do të thotë procesi 4 vjeçar për zgjedhjen e kryetarit, më thënë, kontrolloheshin nga KQZ-ja. Në KQZ-ja thoshte partisë ka ardhur koha që duhet ta zgjedhësh, duhet bësh procesin e zgjedhjes për kryetarin e partisë. Dhe programi, kur ti te kalon në fatet e premtimeve elektorale, e merë me këtë premtim dhe qeverisi do t'i pasaj, aty duhet konstatohet... Po në rrasë se veprohet kështu, çfarë ndodh në PD-n? E pengon... Jo, është shtyrë politike. E detyron gjykata që të bëjë zgjedhje? Ne duhet të parashikojmë bile marrjen e pushtetit nëpërmjet mashtrimit, ne që kemi vujt kaq shumë, edhe si veprë penale. Për mua është e vlefshme në Shqipëri. Ky korrupsion këtu është. Mashtron të rjetën dhe s'ty gjëm këm. E qoj Berishën burë Fua, do të qoj në Europë, po të qoj në... As ke mali me gropa, jo, po. E dëgjon që për të... E qoj Berishën burë për mashtrim. Këthupim. Nëse gjykata do marrë masën... Ti mendon që ka aktor më të mëdhej dhe mashtrues më të mëdhej se kjo treshja e madhe politikës, këta janë aktorë më të mëdhej, edhe mashtrues më të mëdhej. Kanë luajtur tërkohën rolin e burrit mirë, por në vepra shifi kush janë. Ta pyes pak këtu se një këto çështjet e partisë si politik. E ke pyet 4 herë mua si e çalli ke. Po pse kam unë për Berishën për të. Jo, kam unë për Berishën. Do ta shfrytëzojmë më se nuk po vjen më në studio. A të pëlqen një përgjigje sinqerte, qetëson? Atë qetëson. E shfrytëzoj se ka gjyqje. Edhe unë shfrytëzoj. Unë jam me Berishën, po me Berishën e vitit 2015. Kur për aferën Dia Qez i tha metës parlament, ti e kokë qelbur kokë krimit dhe ke vajti pa autorizuar në prag. Më kjo është biseda. Unë jam me këtë Berish, që kur ishte meta në aleancë me PS-n dhe kryetar parlamenti, Berisha në opozit me të, i tha e kokë qelbur kokë krimit.
Dhe nuk jam me Berishën që thot tani, me përsipër mbroj mete, thot ka 0 fakte, 0 prova. Ja, i more minuta. Tani ta pys pak Kthupin, se nuk do jetë më këtë javë në studio. Kthupi, ka gjasa se dua ta ezauroj këtë se ka dhe përfaqësim politik, ka pat angazhim politike, duhet këtë prapë. Edhe unë kam angazhim politik. Jo, tani, Kthupi, a mundet që ta çoj në kolaps gjykata PD-n dhe e penalizon, ose si mund të imponohet, çfarë do të bëj? Po si mos imponohet, ja njeh ligjin, ja njeh. Dhe dua të shkoj këtu. Çfarë ndodh pas kësaj? Skenari hipotetik do të ishte. Demokratët thonë nuk na imponon dot njëri se ko zgjedhim ne kryetar tani. Po tash demokratët nuk i imponon njëri të zgjedhin kryetar, ama procedurën për ta zgjedhur kryetarin gjykata ka drejt ta korrigjoj. Po, dhe kjo është tagri që ka gjykata. Gjykata nuk i thot demokratëve këtë do zgjidhni kryetar. Po, dhe tani si çfarë? Po ama u thot ndodh? që procedura që duhet ndjekur për të zgjedhur kryetarin është kjo. Ta bllokon. Hipotetikisht nëse gjykata merr një vendim për mas sigurimi, në PD nuk mund të ketë zgjedhje. Kështu thot ligja. Opinioni im është që dhe nëse gjykata do ta marrë një mas tillë, Berisha prap do t'i bëjë zgjedhje duke u ricaktuar prap kryetar, sepse Berisha është mbi ligjin. Faleminderit Kthupi. Ta mbyll? Thonja fundit tregon që PD-ja nuk drejtohet, po sundohet. Pra, në doktrinë, po the që dikush mbi ligjin, ne pranojmë që ai është sundimtar. Tani Berisha ka lart fuqishëm këtë punë. Aset më të madh se Berishën dhe këto lloj PD-je që ka Rama nuk e ka kurkush. Kështu që edhe në lidhje në rrugë gjyqësore që duhet bërë patjetër, duhet konsumuar, unë mendoj që Berisha do të ketë një ndihmë jo të vogël edhe nga pushteti. Kështu që ata që gënjen nga Berisha, ta gëzojnë, ta rrojnë e ta gëzojnë, se kanë akoma kohë ta gëzojnë atë pozicion ku është atje, për vetën e tyre kanë. Faleminderit. Faleminderit. Edhe një herë faleminderit Kthupi, faleminderit ju që na ndoqët. Nesër, si zakonisht, këtu së bashku në orën 10.